Bashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt të vitit të kaluar i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale të rënda, përfshirë korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim të pasurisë, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve në burg. Ky vendim për paraburgim u mor nga autoritetet e SPAK-ut si pjesë e hetimeve të vazhdueshme që synojnë zbardhjen e mundësive të shkeljeve të ligjit në administrimin e fondeve dhe dyerve publik. Në vim të vendimit të gjykatës së posaçme, Prokuria e posaçme ka kërkuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit që t'i dorëzojë Veliajt të gjitha aktet hetimore që përbëjnë bazën e çështjes. Materialet janë të organizuar në 72 fashikuj, megjithse rreth 28.000 faqe, duke përfshirë dëshmi, protokolle hetimore dhe dokumente financiare. Këto materiale u transportuan në Durrës me një automjet tip furgon në mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar nga autoritetet. Në seancën e parë në themel me 9 mars, Veliaj përsëriti kërkesën për të njohur me të gjitha aktet hetimore të SPAK, duke argumentuar se nuk ishte pasur mundësi të njehej për mbajtjen e tyre më parë. Mbrojtja e tij theksoi rëndësinë e kësaj njohjeje për të ushtruar të drejtën e mbrojtjes dhe për të garantuar një proces gjyqësor të drejtë. Prokuria e posaçme kundërshtoi këtë kërkesë, por gjykata vendosi në favor të mbrojtjes, duke mundsuar Veliajin qasje në dokumentet që do të përdoren gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ky hap është konsideruar vendimtar për procesin gjyqësor pasi i siguron Veliajt mundësinë për të analizuar provat dhe për të përgatitur mbrojtjen e tij. Ndërkohë, autoritetet vazhdojnë të mbajnë kryebashkiakun në paraburgim për të garantuar procesin dhe për të parandaluar çdo ndikim të mundshëm në hetime. Çështja ndaj Veliajt është një nga më të rëndësishmet që ka trajtuar SPAK, duke përfshirë akuza të shumta që lidhen me administrimin e fondeve publike dhe detyrave zyrtare. Hetimet e udhësishme dhe dokumentacioni voluminoz i dorëzuar në paraburgim synojnë që gjykata të ketë një pamje të qartë të çështjes dhe të sigurojë një proces të plot ligjor, ku çdo provë mund të analizohet në detaje. Në përfundim, dorëzimi i 28.000 faqesh, aktesh hetimore dhe mundësia për Veliajin të njihet me to është një moment kyç në procesin gjyqësor që synon të garantojë transparencë dhe respektim të drejtave të akuzuarit gjatë shqyrtimit të çështjes.